do i do. A kupton? Ernest Paluku, një prej banorëve të Vaudesit, i cili jeni i prekur nga përmbytjet një ditë më parë. Në fakt si ndodhi e gjithë ajo situatë? Ju falenderit mediave që janë paraqit prezent, qoftë batalioni i reagimit shpejt dhe forcat e policisë shtetit, si edhe emergjencë civile që në gjend për të animu për të dalë nga objekti, por e pa mundshme mbi bazën e asaj që përmbytja ishte mbi 1,5 metra në banesë. Realisht dami është shumë i madh, por kjo është një fuqi mbi natyrore që nuk mund të ankohemi, pasi problemet janë të vazhdueshme këtu, por fakti është që ne kemi ngritë zërin edhe në instanca të larta, deri në qeveri, të deputetë e zonës, ministra. Kemi diskutuar problemin e një thyrje të penës gjatërit në Mnel, në fshatin Marirzu, e cila ka bën një dëm të madh që ka fruri zhavorit në pjesën e shtatit të lumit gjatër deri te pjesa e urës të vëllezërit Dodani, e cila rrezikon edhe fshata tjera për të dëmtuar edhe argjinatura, e cila dëmton fshatin Naraç, Kaq deri në Dragush të rreth Lezhë. Realisht kjo situatë ka ndodhur për 50 minuta, domethënë asnjëherë unë kam qenë drejtues policie në Bashkinë e Vaudes dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që për një gjysmëore të arrihet që në unazën verilindore të bashkisë të ketë mbi rrugë mbi 1,5 metra ujë. Pra, janë dëmtu 2 makina, më është dëmtu banesa me gjitha ureditë e pajisjet që kam aty marrë. Kam pas edhe një biznes vogël të i shërby banesës time. Dami është shumë i madh. Ne e dim që nuk do arrim që t'i marrim ato, por realisht ky vend është bën i pabanueshëm dhe është e vështirë që t'i thosh ma. Nuk bëhet fjalë vetëm për mua, por edhe për banorët tjerë të kësaj lagje, sepse po nuk u vu dorë në projnë glin, për ta fillu atë pronin, për ta vjesh me argjinatur, me kosha teli dhe me një investim fuqishëm që bashkia nuk e ka mundësinë për ta bërë atë investim, këtu rrezikojnë me 10 banesa. Sa është dami jot ekonomik? Dami im sot për sot i kalon mbi 30 milion lek. Unë 2 makina i kam pas të mbuluara 100% në ujë. Pra, dhe më thënë që ato ka dalë jashtë përdorimit si mjete, lokali nuk bëhet fjalë as banesa për të bërë jetueshme ma, dhe më thënë të objekt. Nuk është faj i shtetit, kjo është një goditje që ne për mbi natyrshme që është në dorën e Zotit, por realisht që ne s'jemi të Zot të unë sikur të kisha ndollë që ai ujit kishte në prezencën e orëve të natës, unë do isha e vdekur sepse vetë do kisha rënë në korrent. Unë fati që ka ndodhur ditën, kam staku, domethënë atë salvaviden e objektit e të banesë, dhe sot që flas këtu jam gjallë në dorën e Zotit, po Zoti i ka në dorë gjitha. Jeni largu nga banesa? Ne jemi largu nga banesa, jetojmë në shtëpinë e vllajt në qendër të Vaudesit. Realisht nuk bëhet fjalë për të jetuar këtu më, është e frikshme, kam investime gjitha, por kjo situatë ka ardhur dhe kjo është një trokitje ndere, se ne jemi në fillimin e dimrit dhe i bie që çfarë besimi ose çfarë guximi mund të marrim ne që t'i thuajmë mangë të objekt. Dami është shumë i madh, unë nuk di të them që kush mund të animojnë, çfarë mund na bëjnë ne për këtë pjesë, por edhe realisht fajet janë edhe për mu, me atë gjykimin tim, unë kam punu në bashki, në kryetar bashkie, kam punu edhe emergjencë civile. Këtu duhet ta kishin kap situatën dorë, nuk kanë nga hidrocentrali Kumani, as i Vaudesit, bëhet fjalë për hidrocentralin e Ashtë, pasi ato kanë ato
mundësit për të liru ujnë, për të lëviz nga ura spatarit për të ra ujë poshtë, por që nuk është banë kore duar dhe në momentin që është vënë funksion, niveli ujtë ka ra, por dami është kërësen. Çfarë duhet bëhet? Unë menoj që kërkojmë ndihmën e qeverisë për të investu në këtë, sidomos në projnë Glin, për t'i bërë një pastrim që të përballojnë dhe në pjesën ku lidhet me rrugën nacionale, jo me atë investim që kanë bërë ato, të bëhet një urë që të përballojnë prurit që bjen nga shirat. Njëkohësisht kërkoj edhe mbështetjen e qeverisë shqiptare që të mbështetet me një digë e cila ka qenë që në 54 e bam në fshatin Nele Madhe, në lagjen Mari Rzu, e cila do një investim paktin mbi 1 milion euro për ta bën atë sepse po bien me qindra e mira metër kub zhavor, e cila po mush shtatin e gjatërit. Dhe kjo mushje me zhavor rrezikon edhe jetën e qindra banorëve të fshatrave Naraç, Kaq, deri në Dragush e Deq të Zadrimës. Kësaj bjen dëshi që me fondet që ka Bashkia ODS nuk i arrin ta bëjnë të investim. Pra duhet një mbështetje e fuqishme nga qeveria shqiptare me fondet që ka për të animu këtë zonë, sepse rreziku është i pashmangshëm për këtë vend. Jo, se shën për bërthera, një zonë më një smakot. Filmojemi rrogën e gjumit. Edhe këtë guzhinën, gjësë të me bazë e ka bërë lamë shumë.
Shumë mirë, më kena shumë mirë, kena shumë. Si se rëzuk flamojt, këtë shënditë. Si që është jam të që përmesim kërën, për asistent tjetër për përmesim. Jo, atë kam shku. A ke shote? A do të zhu, Ja, më të të rësi Po. Djoni Franit, të do market Aurelio. Nga fiksja mune dhe pasu vëtë mira. E ku më përqyë të dë murin me ujë. Nuk e kjetë punë për në Pa me zorë, më se atë të 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 në. Via Aureli, Vita në Aureli, dhe Bernard. Ku ka lënë shenë? Pa me poshtë. Deto. Wow, tanto mi fa in mano. Shumë përmesim unë e kërënda në abletuti. Atëherë si shihet situata është drejt përmirësimit. Janë ngrit grupet e punës nga Bashkia Vallëdhenjës për vendimin e dëmeve, siç e keni parë dje, dëmet janë të konsiderueshme në rëndi shtëpiake, kafsh, shpend dhe bledhari. Për momentin po ka nisë puna për pastrimin e kanalit për rrojë të Glinës. Kjo një zgjedhje e përkohshme, pasi zgjedhja përfundimtare do të ishte realizimi i projektit. Sa banesa kanë qenë në ujë pakashëm, deri nga evidentimet që keni, deri tani? Gjatë ditës së djeshme rreth 100 banesa kanë qenë me prezencë ujë.